Përshëndetje të mirë të mi kudo që jeni. Në këtë parashikim do bëjmë një lexim me 15 letra. Janë tarot. Janë letrat e Valentinit dhe të energjive. Të shikojmë se ku jemi ditën e sotme dhe të shikojmë se çfarë do na ndodhë në ditët në vazhdim. Ju përshëndes në Nënatarua, ju që s'më keni subscribe, bëni një subscribe, abonohu në kanalin e Nënataros, që të vazhdojmë dhe me gjërat e bukura dhe në vazhdim. Do të thosh që gjërat të reja kemi këto kohë të fundit, por bëni kujdes deri në datën 25, sepse do të ndodhin disa gjëra që ne do na çudisin, si në rrjetet sociale, por dhe do dëgjojmë dhe disa lajme që do na shqetësojnë. Prandaj mbani qetësinë dhe qëndroni të fokusuar në gjërat që ju kërkoni. Titulli për ditën e sotme: çfarë do të ndodhin në ditët në vazhdim në lidhje me energjitë tona. Të shohim një nga një. Letra e parë është letra e diellit. Shikojmë që letra e diellit këtë moment na tregon një energji të bukur, një energji pozitive. Shikoj që kjo letër na tregon që jemi duke u përballur me disa energji të ndryshme, por ne do ja dalim ban sepse ka ardhur momenti i diellit dhe dielli përfaqëson këtë moment një entuziazëm, një energji pozitive, por ashtu dhe shikoj që disa nga ju kanë një vizion për ditët në vazhdim. Ke nevojë për ndihmën e disa personave të tjerë, është një person që mund të jetë dhe më i madh në moshë nga ty, është një person shumë fisnik nga ana shpirtërore, do të thosha, dhe ky person do të t'jap një ndihmë shumë me këshillat e tij apo me punën e tij apo në punët ku mund të jeni, mund të japë një këshill që t'ja vlej për ditët në vazhdim. Letra e dytë na vjen letra The Tower. The Tower na vjen kokë poshtë dhe më vjen shumë keq kjo. Përmbysja e kësaj letre më tregon që çdo dramë që keni pasur në jetën tuaj ka marrë fund. Shikoj që kjo dramë ka marrë një drejtim ndryshe. Mos i rezisto verbërisht këtij personi apo asaj situate, sepse çdo që ka për të ndryshuar tani e tutje. Sado që ti rezistosh problemit, që të thuash që dua të bëj diçka, po duhet të ndryshosh dhe ti vetë, sepse ndryshimi vjen nga ty në radhë të parë dhe ky ndryshim do të ndodh pavarësisht se ti je arrogante dhe nuk do që ta lëshosh këtë problem që ke. Kërkon ta mbash dhe të dish një gjë që je duke paguar me çfarë do lloji çmimi. Dhe këtu është më shumë energjia e luanit dhe e dashit si energji në këto dy letra. Prandaj bëni kujdes, po a them sinqerisht. Letra e faqes së kupës më tregon që faqja e kupës është duke ngjitur një nivel të ri, me sa shikoj. Është një reflektim shpirtëror, disa nga ju mund të keni një njohje të re, por disa shprehi të brendshme nuk ju lën të jeni që t'i përkushtosh anës emocionale që ke në veten tënde. Shikoj që ke momente që fillon në ndëron ditën e sotme, shikoj që ke atë ëndrrën e vajzës ose të djalit që keni doj që të mos shkëputesh nga gjërat e vjetra, kërkon të jesh ndonjëherë dhe të pëlqen dhe të mos jesh i rregullt. Ke parasysh të mungoj diçka në trupin tënd, të jesh i shkujdesur, mund të mos kresh flokët. Një ide ose ke parasysh disa gjëra që por ti e ndëron veten sikur je një princ apo një princesh, je një person i veçantë në jetën tënde. Sepse ti je vërtet një princesh. Dhe shikoj që kohët e fundit mbretëresha e shpatës na del vazhdimisht. Shikoj që kjo mbretëresh e shpatës është ulur këtë moment dhe shikoj që nuk do më të luftojë gjërat që nuk kanë perspektivë, apo thot janë të mjaftueshme këto që kam, thot jam e pavarur nga gjërat e mia, thot, por duhet të përfaqësoj veten time kudo që jam. Dhe është duke menduar për të nesërmen, sepse e sotmja thot unë nisa ditën e sotme dhe kjo e sotme nisi ditë e bukur. Por shikoj që disa nga ju duhet të kenë kujdes edhe me shëndetin, sepse po mendoni vazhdimisht disa gjëra në lidhje me shëndetin, dhe shikoj që të duhen disa njohuri për ditët e vazhdim në lidhje me problemin që keni këtu. Sikur nuk i keni shumë aftësitë e duhura këtë moment dhe je duke gjykuar veten vazhdimisht për diçka. Në fakt, shikoj që ti je duke menduar për këtë person dhe duhet të bësh një plan të mirë për veten tënde dhe të kërkosh
me mbretëreshën e shpatës, të kërkosh një plan të mirë që të mos jesh kaq e pikëlluar. Pse? Sepse mbretëresha e shpatës është një energji shumë e bukur, por është gjithmonë në ajër, që ti nuk arrin dot të fokusohesh dhe të ulesh e qetë, të mendosh për të ardhmen tënde, të mendosh për gjërat që ke sakrifikuar. Por mbreti, princi i shkopinjve, që është një energji shigjetarit, shikoj që shenjat e zjarit i kemi shumë të forta në këtë energji. E nisën shenjat e zjarit me sa shikoj. Shikoj që ky kaloros këtë moment na tregon që përfaqëson forcën, është pozitiv, por ti duhet të bësh kujdes sepse ky person që po hyn në jetën tënde ka diçka që nuk shkon me të. Por ky kalorës më tregon që do punojë në lidhje me ty, do filloj të bëj për vete, do zë një pozicion në jetën tënde. Shikoj që ky person është entuziast. Por duhet të bësh kujdes se shenjat e zjarit shpeshherë janë agresiv dhe këta veprojnë pa menduar ashtu siç duhet. Gjithsesi, unë të shikoj që ky person këtë moment që është më i vogël në moshë nga ty, ose mund të jesh në një marrëdhënie ose ke filluar një marrëdhënie, ky kërkon vetëm të kapërcejë kohën e tij dhe të largojë personat ose gjërat që kanë në mendje. Sepse ky nuk është i përqendruar në projektet e tija. Ka projekte në mendjen e tij, do bëj këtë, do bëj atë, do filloj kështu, do kthehem ashtu, por në të vërtetë ky vetëm i ka projekte. Akoma nuk ka bërë diçka që t'i japë vetes si thon përparim të ecë përpara me pasion. Vërtet i ka të gjitha këto, por ky person është që nuk punon shumë me veten e vet. Gjithsesi vem te letrat e tjera, kemi prap princin e shkopinjve. Prandaj duhet të bëni kujdes, sepse ky person është një person aventurier. Ky gjithmonë bën aventura, merr atë që do dhe largohet në momentin që i duket, domethënë diçka, largohet. Pse? Se nuk do që të ketë përgjegjësi. Ky person, me sa shikojmë këtu, shqetësohet, siç e thashë pak më lart, për gjërat e tija. Një ngjarje e papritur do t'u afrohet, sepse ky një vjen, domethënë mund të kemi edhe një rikthim, sepse në këtë pozicion shiko si kemi letrat. I kemi përballë njëri tjetrit. Mund të jetë një hyrje re, një njohje re, por mund të kthehet edhe një person që e ke pas njohur më përpara, që ka qenë më i vogël në moshë, ose është një person që ka pasion, mund të jetë 50, por energjia këtë moment është manipuluese e këtij personi, është aventurier. Dhe shikoj që ka raste që tregoj të shqetësuar me gjërat që ka në jetën e tij. Nga ana tjetër, shikoj që ky thotë që koha është shumë e artë për mua dhe mendoj gjërat me kujdes tani e tutje. Ti aktualisht ke 8 kupat e ujit, 8 kupat e ujit të shikoj që ke lënë çdo gjë pas, ke filluar të bësh diçka të re, ke dëshirë për të ecur përpara dhe ke filluar të kërkosh gjërat që t'japin përmbushje shpirtërore, të t'japin përmbushjen e ditës, për t'i dhënë vetes tënde t'i japësh vetes tënde kuptim në gjërat që kërkon dhe të rritesh shpirtërisht. Shikoj që kërkon të rritesh nga të dy anës, si nga ana materiale, po dhe nga ana shpirtërore, sepse kemi edhe 8 kupat që të tregojnë që ec përpara se ka diçka të bukur në jetën tënde. Dhe po na vjen krye priftëresha, më fal, 7 monedat. 7 monedat na tregojnë që çfarë ke mbjell do të korrësh. Dhe tani ka ardhur momenti i korrjes, ke hedhur fara të forta në tokë, ti nuk duhet të shqetësohesh, shqetësimet janë të panevojshme, bëj një pushim të shkurtër, ke pak kohë të bësh një pushim të shkurtër, sepse kur merr fuqi, ke energji, je për të bërë gjëra të reja. Këtë moment shikoj që ndihesh pak i lodhur shpirtërisht, por gjërat keni parasysh ato fuckat në ajër që do vi një moment paf ikin. Dhe aty do të thosha që kemi krye priftëreshën, na tregon që brenda këtë 2 mujor do të thosha që kemi fillime të reja, duhet të dëgjojmë intuitën, duhet të dëgjojmë me durim njerëzit që na japin këshilla dhe duhet të konsiderosh me kujdes gjërat që dëshiron të ecësh përpara. Krye priftëresha më tregon që ka fuqinë në këtë moment dhe ju vetëm duhet të ecni përpara dhe të merrni atë që dëshironi. Dhe letra e fundit, mbretëresha e ajrit. Kemi 2 herë mbretëreshën e ajrit, ta dini. Kemi 2 herë mbretëreshën e ajrit. Mbretëresha e ajrit, një femër e fortë, një femër që ka shumë eksperjenca. Shikoj që kjo mbretëresh është e mprehtë, realiste. Ndonjëherë duhet të marrë vendime shumë të forta që të kenë objektiva për të ardhmen e saj, por shikoj që
çdo që të pastroj gjithçka që ka në jetën e vet. Çdo gjë e vjetër duhet të largohet nga jeta e saj, se gjithçka ato gjëra që nuk shërbejnë duhet t'i flakim. Por duke parë situatën që në të cilën është, në humorin në të cilën është, këtë moment është shumë e vështirë për të marrë vendime të qarta për veten e saj. Sado që është e pavarur dhe ka përvojë, sepse përvoja është ajo që të tregon si të ecësh përpara, prapë e shikoj që është e lodhur, është shumë e ngarkuar, do të thosha, si njeri këtë moment. Vazhdojmë me energjitë, shikojmë që energjitë këtë moment më tregojnë mundësi të ngjashme, shikojmë që kemi shumë opsione këtë moment, dhe këto opsione janë që është çakra e katërt. Çakra e katërt të tregon erërje e dhëmsur, e dashuruar, e drejt për drejt, ke plot dhëmsuri, ka hapur krahët, por Rafaeli këtë moment të shtron një energji të bukur jeshile, do të thosha që je rrethuar nga valë të buta, je rrethuar në ngjyrën e asaj rozës së lehtë, do të thosha. Por këtu më tregon kjo letër që duhet jesh e gatshme për gjëra të mëdha. Shikoj që disa nga ju kanë një dashuri këtë moment, dhe kjo dashuri të tregon që duhet të shërosh veten tënde dhe zemrën tënde, sepse gjithmonë persona aty të vinë të thyejnë në zemrën. Dridhjet e buta, Rafaeli tregon që mund të kenë të bëjnë me inkurajimin, mund të tregoj të vetë flasësh ndonjëherë për gjërat në të cilat ti ndodhesh, të dëgjosh të tjerët, siç e thash, të marrësh këshilla. Shikoj që drita këtu në qendrën tuaj, këtë moment më tregon në zemrën tuaj, shkëlqen me një ngjyrë të bukur, me një ngjyrë të artë, dhe kjo bukuri dhe Zoti nuk i reziston dot, sepse është vetë energjia që dërgojnë njerëz të ndryshëm në jetën tënde, që kanë të situata dhe kanë të njëjtat ndjenja sikur ti. Janë ndjenja dashurie, nuk mund të themi që është X person, por mund të jetë motra, vllai, një shoqe, një mik, keni parasysh? Por kjo është një ndjenjë e fortë dhe je duke u mbështetur, dhe kjo vazhdimisht po rritet si energji. Gjithsesi, unë do të thosha që duhet të thuash me veten tënde, qendra ime e zemrës, çakra ime e katërt është e hapur për gjendjen e saj, dhe është e përsosur dhe plot shëndet, dhe të ndihem gjithmonë e gëzuar, sepse energjia e dashurisë rrjedh përmes meje. Unë jetoj me dashuri dhe në të vërtetë jetojmë të gjithë me dashuri. Pavarësisht se kemi mundësi të ndryshme, por janë disa opsione që si kemi shqyrtuar më përpara. Bëni kujdes me firmat ku idhni për kontratat e shtëpisë apo në çfarëdo lloj kontrate që mund të kesh, sepse ndonjëherë forca e zakonit të bën ose emocioni të bën ta hedhësh atë kontratë, sepse thua e mora, e fitova, por duhet të bëni kujdes, sepse ndonjëherë lumturia të ka në dorë ty, por kjo lumturi nuk zgjat. Dhe megjithatë çdo moment mund t'i japësh një mundësi, një ndryshim, sepse ke dyert që të hapen, prandaj duhet të marrësh një drejtim tjetër nëse këtë moment ti e ndjen sikur sjelljet e njerëzve ose vendimet e njerëzve të tjerë ndikojnë mbi jetën tënde. Ndryshe kjo letër është që të tregon për momentin që je pavendosur, e cila tregon që je konfuze, je lëkundur, dhe shikoj që tani e tutje kjo letër të tregon që tani ke shumë mundësi dhe opsione të ndryshme, duke hedhur një vështrim më tej, sepse dyert i ke të hapura, ke dhe dyert të mbyllura normal, por këto dyert që të japin forcën, to që janë dy të hapura, të japin forcën, të japin që të duhet ta ndryshosh dispozicionin dhe të motivohesh, sepse ka lumturi. Dhe duhet të gjesh forcën për të ecur përpara, duke larguar dhe pikëllimet që ke me veten tënde, se në jetë duhet ti mendosh gjërat në fillim. Ndoshta mund të jetë disa persona mund të kenë lidhje me biznesin, me marketingun, por me sa shikojmë këtu duhet të jesh i vetëdijshëm dhe të marrësh vendime të ndryshme për veten tënde, por duhet të jesh dhe i gatshëm nga ana tjetër, sepse të shikoj që ti vazhdimisht kërkon të jesh e hapur dhe e gatshme me të tjerët. Unë do të thosha që ti duhet i thuash vetes tënde të jemi vetëdijshëm për opsionet që kam, të bëj kujdes me firmat, me kontratat që mund të hedh, të jesh në harmoni dhe optimizëm me veten tënde dhe të bësh zgjedhjet e tua çdo ditë më shumë. Pse? Sepse
Këtu shikoj që ke një familje të bukur, shikoj që në këtë letër ke aftësi, ke argëtim, ke kujdes për veten. Ylberi këtu më tregon që ke një drejtim, ose në mendjen tënde është një drejtim drejt gjërave që t'japin lumturi, por gëzimi ka dhe festa të ndryshme familjare. Lidhje të ngushta, shoqjet, miqtë, familjarët janë të disponueshëm. Nuk duhet t'i lini pas dore këto kohë, sepse janë momente shumë të bukura në jetën tuaj dhe argëtimi është një mik i jetës tënde. Shikoj që këtë moment ti, në qoftë se je beqar, gjetja e kësaj letre, ardhja e kësaj letre që na erdhi ne na tregon që ke një takim me një person në jetën tënde, por shikoj që kjo letër më tregon disa nga ju do kenë martesë brenda 4 muajve. Shikoj që do gjejnë një person, do njohin një person që do t'u jap vërtet një familje të shëndetshme. Ai person mund të ketë edhe fëmijë, okay? Ose mund të jetë i ndarë ose i divorcuar, ose jeni ju të divorcuara dhe mund të gjeni një partner shumë të mirë. Sepse këtu më tregon që ky person ka një ju që jeni beqar të divorcuar apo beqar, mund të njihni një person që mund të ketë pas një marrëdhënie, një martesë apo diçka të tillë. Por sjellja e këtij personi të tregon që ai ka kaluar shumë sfida dhe di të mbajë një marrëdhënie të fortë. Sepse kjo letër na tregon gjithashtu që është një festë e bukur, është një dasmë në jetën tuaj ose një festë ditëlindje apo diçka të tillë. Unë do të thosha që thjesht kënaqu se gjërat do të ndryshojnë në jetën tënde. Por shikoj që ti duhet të hapesh me veten tënde, sepse përvoja ke kaluar shumë gjëra në jetën tënde dhe kjo energji e familjes të jep lumturi, të jep momente shumë të bukura. E di që familja është gjëja më e shtrenjtë, por ti ke nevojë të jesh e dashuruar ose të kesh një dashuri që të përket ty, sepse ti për atë ke nevojë. Të ka ardhur letra e shtojcës, shikoj që kjo është një letër me energji negative, duhet largosh ato mërzitjet e tua, shikoj që ke zënë një pozicion këtë moment, por ky pozicion të tregon energjitë dhe ti ke ndaluar për momentin sepse nuk ke pikë energjie dhe çdo gjë e maskon veten ose e mbulon veten me një maskë. Është një dëshpërim i kaluarës që je duke përjetuar dhe sot që jemi në të tashmen. Shikoj që ti tani duhet ta heqësh këtë maskën e shtirjes, do të thosha, dhe të ecësh përpara, të largosh çdo emocion që ke këtë moment. Dhe emocionet janë duke treguar që në jetën tënde ke një ardhmëri. Çdo marrëdhënie e vjetër që ke pasur me frikë, ke pasur jo të lumtur, shikoj që ty të lidhin zinxhirat këtu dhe ky zinxhir të tregon me të kaluarën, që ju ne ke të fikur. Ke ndërmend ose duhet të kesh ndërmend të hecësh përpara, të largohesh nga kjo dhomë e errët, nga kjo dhomë errësirë dhe energjia është shumë vështirë këtë moment, të besoj shumë që kjo energji, këto 5 muaj që kaluam, është shumë e vështirë kjo energji për të mbajtur, të mbërthyer veten tënde pas një personi që nuk është i duri për ty, por ti do ta gjesh mënyrën për të larguar këtë person, sepse je lidhur me paqen, thjesht duhet të zgjidhesh të shkuarën tënde dhe të thuash që unë jam e fortë, unë ja dal dhe mbroj veten time. Pavarësisht se këtu na ka ardhur dhe një letër që është një letër, unë këtë do të thosha që duhet të bëjmë pak kujdes nga një persona që na kanë zili. Shikoj që keni mungesa në jetën tuaj, diçka pa kënaqësira ose keni pa kënaqësira. Dhe kjo grua më tregon që që mban një perlë të madhe në një dorë dhe në një pjatë plot me lek, sepse në dorë ka perlën, në ana tjetër ka lekët, tregon që ajo qëndron në një dhomë të argjënt me sa shikojmë këtu, por pavarësisht se rrobat e saj këtë moment janë pak të vjetra, ajo qëndron duke parë jashtë botës, që është një horizont i hapur. Ajo tashmë na tregon që kemi vlerë dhe ne si persona, na tregon që ne dëshirojmë gjëra të bukura, por duhet të injorojmë gjithë gjërat e vjetra. Me sa shikoj ju e mbani fort të vjetrën dhe kjo nuk ju bën të jeni të qetë. Gjithsesi unë shikoj që diçka e bukur po vjen në një vend që ti do largohesh nga kjo mërzit dhe do shkelësh diçka që do të përmbushë një dëshirë shumë të bukur dhe një ndjenjë të thellë. Mungesa e një personi ose pa kënaqësitë e tua këtë moment na tregojnë që në këtë energjinë e saj, siç e thash, rrobat e saj janë të vjetra
Dhe kjo letër tregon që duhet të hiqni dorë nga xhelozit, duhet të hiqni dorë nga zilit, duhet të hiqni dorë nga gjërat që nuk janë të vlefshme. Pranoje bekimin dhe jetën tënde ashtu siç është. Këtu shikoj që ti je fokusuar dhe në fund të fundit shikojmë që kur keni zili të tjerë, do thoni në natara unë s'kam zili. Atë e dini ju. Tani unë s'mund të por unë këtu shikoj që ti kur ke zili tek të tjerët, kjo është që ti të req vëmendje nga ata. Kupton? Ata të kanë më shumë vëmendje. Më mirë të kesh zili personin që ke në krah. Që të ketë më shumë vëmendje drejt teje ky person. Se duhet të vësh re diçka që universi atë vështron këtë moment dhe ti je duke parë vazhdimisht atë person, sepse nuk je duke vlerësuar veten tënde. Këtë moment e shikoj vlerësimin dhe punën tënde. Është një mesazh shumë i bukur dhe është një mesazh shumë i rëndësishëm që po të them tani është koha për të kaluar nga një mungesë në diçka më të bukur, por ndërgjegja e mungesës është diçka me vlerë këtë moment. Do ketë një ndryshim dhe të gjitha gjërat do të ndryshojnë, por duhet të bëni kujdes sepse kjo letër na paralajmëron që do kemi gëzime, por do dëgjojmë dhe lajme që duhet të zhvendosemi nga një vend në vendin tjetër ose duhet të bëjmë një zgjedhje. Këtu shikoj që kemi shumë energji të përzjera, do të thosha, si në letrat e para dhe në letrat e dyta. Mbretëresha këtë moment na tregoi që mbretëresha e ajrit na tregoi që këtë moment kjo zonjë e ka të nevojshme të jetë në objektivat e saj, kontratat, letrat, çfarëdo që të keni që jeni këtë moment në përduart e tua, lexojini mirë, pastroni energjinë tuaj, sepse këto situata që do të vinë, sikur dhe një presje e vogël, do të ndryshoj komplet humorin tënd. Por ti je një femër e pavarur, ke përvoja ose një mashkull, ke përvoja dhe je realist me atë që ti kërkon. Ju uron në netarua një ditë të mbarë dhe ju falendron shumë në netarua për çdo mesazh që dërgoni në privat. Gjithsesi, ju uron një ditë të mbarë. Rishihemi nesër përsëri me energji të reja, me zbukurimet e reja.